Prandaj them që unë e pres goditjen amerikane, goditjen e arrestimit, domethënë, nga spaku të këtyre mostrave e pres nga ora në orë. Nuk di dhe nuk kam si ta di çfarë ka spaku, nga kush trembet. Çfarë presioni i vjen spakut, nga kush. Dhe të dalë ai Altin Dumani thotë, ore zotëri, muri kanë pse shkojmë tutje? Po denoncojnë për ditë vjedhje, grabitje, kështu abuzime, shpërdorim detyre, tenderat pa ligjshëm, miliona e miliarda euro të vjedhura dhe spaku rribës e ir. Qa është ky spaku? Do vazhdoj të ri kështu, dhe të vazhdoj të ri, në rregull. Unë s'kam që bëj, unë qytetar jam, unë gojnë kam, edhe drejt levotës. Gjë tjetër s'kam, si qytetar. Por që të pranoj që spaku që u ngrit me gjitha të zhurmë, me gjitha të buj, dhe të flërë, Altin Dumani, për mua, tani, unë e quaj bashkëpunëtor të tyre, të Edi Ramës, pik. Ose vasal të Edi Ramës, dhe të zgjedhjet të marrë Zoti Dumani. Zoti Dumani je vasal i Ramës, je ushtar i Ramës, apo je i paft? Qarë je? Apo je frikacak? Shprehu, thuaj shqiptare, pse nuk bën arrestimet? Se i ke të tëra denoncimet, i ke me thasike, me makinë i ke dokumentat. Makinat të mbushura, plot, karoceri. E kupton në gjendje e ka lënë kjo institucion spaku Shqipërinë, e ka lënë në duart të kriminelëve, të gangsterëve. Ore zotëri të spakut, o bëni detyrën ose ikni ande nga ato zyra. Largojni, se ka dhe me vajzas të shkëlqyera Shqipëria që zbatojnë detyrën edhe ligjin. Dhe nuk ka mbetur në mëshirën tuaj. Avokat, ndoshta spaku kuptoi që premtimi i Ramës që tha ne do e vazhdojmë strukturën e posaçme nëse fitojmë zgjedhjet, ndërsa Berisha tha ne do e shkrim spakun. Ishte një lloj joshje ndaj prokurorëve të cilëve ju mbaron mandati se e kanë mandat 7 vjeçar. Edhe kjo bën vaki. Edhe kjo mund të ndodhë. Dhe ka gjasa që kjo të jetë arsye që spaku nuk vepron, po ka një arsye themelore më të madhe akoma. Kush e paguan spakun? Kush e krijoi spakun? Ku ka firmosur? Ku kanë firmosur prokurorët e spakut që do bëjnë ligj, do zbatojnë ligjin? Se ata nuk e kuptojnë që jo vetëm që ndihmën e këtyre dyve nuk do ta kenë, të këtyre gangsterëve që drejtojnë politikën shqiptare, Rama Berisha, nuk do ta kenë s'bëhet fjalë fare, por ata do vënë vetë brenda, se nuk do ta lënë partnerët tanë amerikanë drejtësinë në duar të Berishës edhe të Edi Ramës. Këtë gjë duhet ta kuptojnë ata, dhe ta dinë mirë që Edi Rama dhe Sali Berisha nuk kanë çfarë të bëjnë. Nuk i shkrinë dot, se nuk i ndërtuan, nuk e ngritën ata atë strukturë. Ajo është një strukturë e ngritur me ndihmën e Shteteve Bashkuara të Amerikës, e paguar dhe që paguhet akoma sot e kësaj dite prej atyre, marrë nga 10.000-12.000 dollar në muaj ata, para të thata, kesh, lere pasaj që kanë këto benefitet e tjera, karburante, telefone, lëvizje më të thash. Pra, si kuptoj fare, sinqerisht nuk i kuptoj. Dhe në qoftë se ka fajtor që krimi politik sot funksionon për bukuri, është spaku. Unë e akuzoj direkt. Spaku mbron kriminellet, hajdutët e politik të Shqipërisë. Hajdutët që qeverisin dhe kanë qeverisur Shqipërinë në këto 32 vjetë. Është spaku që po i mbron akoma. Dhe tani flasim bashkë. Ne janë burrat bëjnë detyrë, në mos po të dalën të thonë se bëjmë dot, të kthejnë parat që kanë marrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se nuk ja merr dot $1 Amerikës ti pa i dhënë në llogari dhe pa kryer detyrën për cilën i e paguar. $1 nuk i merr dot, jo këto miliona që kanë marrë këta. Pra po them, fajtori themelor në Shqipëri dhe mbështetësi, nxitësi kryesor i hajdutllëkut të politikanëve shqiptarë është drejtësia shqiptare. Në dash drejtësia ekzistuese që ka qenë me vite, në dash dhe kjo struktura e spakut që është ngritur. Këta e fajtorë kryesorë, këta akuzoj. Nuk akuzoj më Edi Ramën. Edi Ramës i kemi varë ujë këtë më qitë në qafe dhe do bëj punë në ti si ujë që është. Këta përse janë. Dhe përse rrinë, më qa presin që të bëjnë arrestime se këtë... Do ma thoni ore zotëri, ju, juristë e spakut.
Do më thonë, jam qytetar, jam avokat dhe po i pyes, çfarë ju pengon të zbatoni ligjin? Kush ju ka lidhur të kë me duar? I thjesht problemi. Ata nuk janë të njohur, ata nuk janë të ligjshëm. Qeveria teknike është krijuar në Shqipëri, në Tiranë. Është gati. Se nuk flasin mediat avokat për qeverinë teknike. Po se mediat janë të Ramës e të Berishës, cila media do flasi? Nga kush pret? Këta në të tërë televizionet e tyre. Flet televizioni Shpresa ditë për ditë, shikojeni. E keni në YouTube. Shikojeni tëra deklarimet. Unë atë pres të zbatojnë, të realizohen ato që thuhen dhe që deklarohen në televizioni Shpresa. Është i vetmi televizion që flet të vërtetën dhe që u vë pikat mbi. Sa do që ta shtyjnë këta, dëgjoj zotëri, këta mendojnë që do ta shtyjnë si ta shtyjnë. Edhe praktikisht këta kanë një mbështetje të fuqishme të Serbisë, të Greqisë dhe të Moskës. Edhe të Francës natyrisht. Dhe mendojnë që, mos e jemi në Evropë, ne shqiptarët do të gënjejmë me vajtjen e Bashkimit Evropian. Nuk do vjen shqiptarët në Bashkimin Evropian, zotëri. Shqiptarët do t'i bashkohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atje ku kanë nderin dhe prestigjin. Jo tek LGBT të Evropës. Do tek ai bastardi francez që qelloi ajo gruaja burr, se ajo pas ka qenë burrë është bërë gruaja shoqja e tij. Jo tek këta lloj bastardesh. Nuk ka vënë Shqipëria me homoseksualet edhe me LGBT-qet e Evropës. Jo. Prandaj këta kot shpresojnë dhe kot mbajnë shpresë se hajtë se do vemi në Evropë, nuk do vemi në Evropë. Dhe nuk duam të vemi në Evropë. Unë them, unë e deklaroj publikisht, kur nuk dua të bëhet Shqipëria antari i Bashkimit Evropian. Se Bashkimi Evropian është një konglomerat, një bashkim lenjer që nuk mund të bëhet se janë kombe të ndryshme dhe popuj të ndryshim që cilit gjëmë njëri tjetrin. Se Evropa zotërin nuk është Australi, apo Amerika, apo Zelandere, apo Kanada. Jo zotëri, shtetet evropiane janë shtete kombe. Janë të lidhur njerëzit me njëri tjetrin. Nuk i përçan dot, nuk i bën dot si do ti. Janë munduar deri tani evropianët që të na përçajnë. Janë munduar që të na bëjnë një shtet kozmopolit. Janë munduar që të na bëjnë një shtet shumë kombësh. Nuk kemi shumë kombësh zotëri. Ne shqiptarët jemi autokton këtu me mijëra vjet. Ne nuk kemi punë me Evropën fare. Dhe nuk i duam t'i shohim këtu fare. Mundësisht t'i qërojnë dhe ambasadat. Po ku do mbështetim avokat? Rroft Amerika. E kemi thënë. Lobi më i madh në Ballkan është lobi serb në Amerikë. Edhe një herë? Lobi më i madh. Po kush e ka pyetur? Ç'na duhet që është lobi serb? Atë ke lobin serb, qifut, grek. Më i madh po flas. Në çdo rast, po, rusët edhe vendosin ata, ha? Jo më zotëris, vendosin dot ata. Në Amerikë vendosin ata që kanë ndërtuar Amerikën. Dhe ata që kanë ndërtuar Amerikën janë shqiptarët. Dhe i pari që ndërtoi Amerikën që kemi sot dhe që ka bërë kushtetutën amerikane është George Washingtoni me nën shqiptare.